Djema, sipas hartës, shtëpitë tona të ëndrave duhet jenë fiks këtu. Ja ku është shtëpia ime e ëndrave. Duket fantastike, po e marr unë. Dhe kjo shtëpi nuk duket aq e bukur sa tuajat. Ka plot bubureca dhe plera. Është e tmerrshme. E po, shikoni pak atje. Po e marr unë. Ndaloni. Mirë, shtëpia që bukur duhet jetë e imja. Unë po e marr këtë për vete. Jo. Kjo më la mua me shtëpinë e frikshme me bubureca. Sfida e shtëpive me të njëjtën ngjyrë. Nisemi. Vajza, mos u shqetësoni, kam porositur të gjitha. Dhe ja ku erdhi dërgesa jon. Super! Le t'i hapim kutit dhe të fillojmë të bëjmë gati shtëpitë tona. Çfarë është ajo? Një mi në pronën time. Mike, pastroje të lutem. Kështu është shumë më mirë. Ky miu duket i lezetshëm. Kam aq shumë pluhur. Po shoh që të gjithë po fillojnë me shtëpitë e tyre. Unë tashmë e di çfarë të bëj. Emma, më vjen keq. Emma, qetësohu. Mirë, le të jap një ushqim të mirë. Dhe unë kam idenë perfekte. Shikojeni pak këtë. Super. Po, largohu që këtu. Është shtëpia ime. Tani do ta lyej me të kaltër. Ja ku jemi. Shikojeni këtë çati. Super. Dhe le të bëjmë edhe pak dekorim atje gjithashtu. Kjo është një pistë garazh për makinat e mia të bukura. Dhe mund të vendosim një flamur këtu, që të gjithë ta dinë se kush jeton këtu. Nuk ka asgjë të keqe me mua. Thjesht doja të vendosja faqe shënues të verdhë rreth shtëpisë, por nuk funksionoi. Le të provojmë më shumë. Kjo është shumë më mirë. Tani më duhet të fryj një tullumbace. Le ta bëjmë këtë. Do të bëj shtëpinë më të bukur në botë. Wow, nga erdhi kjo. Mary, është ajo tullumbacia jote? Mary, ke një shtëpi kaq të bukur. Emma, a e pe shtëpinë e Maryt? Djemt i kanë dekoruar tashmë shtëpitë e tyre. Çfarë duhet të bëj unë? Po, kam një qilim roz në kutinë time. Hajde tani. Au! Gishtim! Nuk qën kaq e lehtë sa mendova se do t'ishte. Megjithatë, njoh dikë që mund të më ndihmoj. Ndërtuesit mund të bëjnë çdo gjë, apo jo? Përshëndetje. A mund të më ndihmoni pak? Perfekte! Pse nuk u kujtova t'ju telefone e juve më parë? Kjo është shumë më e shpejt. Çfarë zemre e bukur. Perfekte! Po, duhet ju paguaj. Kam shumë para, kështu që... Po, ja ku i keni. Miru pafshim. Si ju duket shtëpia ime? A është e bukur? Çfarë banane e shishme. Prit. Mund ta vendos në oborrin tim dhe të rris një pemë bananeje. Shikojeni këtë. Pema ime e bananes është rritur tashmë. Duket jashtëzakonisht e shishme. Dhe unë mund të pushoj këtu dhe të bëj plazh. Një kapele dhe një koktej i madh i shishëm. Perfekte. Wow, Merit po i rriten bananet në obor. Dhe unë jam shumë i uritur. Prit pak. Kam një ide të shkëlqyer. Mund të bëja një fush basketbolli. Do të argëtohem shumë këtu. Fundja unë jam një lojtar profesionist basketbolli. Madje jam ftuar në turne ku dolëm të tretët nga 3 ekipe. Gjuajtja karakteristike. Emma, më fal. A mund të më hedhësh topin?
Çfarë? Si e bëre këtë? Oh! Dhe më duhet të montoj një kolovajz oborri. Supozoj se nuk është aq e vështirë. Wow, ja dola! Kjo është shumë e bukur. Do të lë lodrën time të preferuar të lëkundet në të. Dhe këtu do të qëndroj kutia ime e bukur e postës. Definitivisht I mungojnë disa afishe të bukura për ta bërë më të bukur. Çfarë po bën ajo atje? Dhe çfarë po bën Mike? Prit. Oh, le ta shohim. Oh, dua edhe unë një kuti poste. Sapo më lindi një ide. Do ta kthej këtë kuti të thjeshtë të verdhë në diçka të mrekullueshme. Do të kemi disa lule atje. E bukur. Çfarë? Vajzat I bën kutit e tyre të postës? Dua edhe unë një. Kjo kuti e kaltër duket paksa e mërzitshme. Kam një ide. Le të vendosim një dinozaur mbi të. Super. Oh, përshëndetje postier. A më solle ndonjë letër? Oh, wow! Është nga Afrika? Faleminderit. Kënaqësi që të ndihmova. Dhe kam diçka për ju, zotri. Oh! Au! Më kafshoi kutia jote e postës. Të duket qesharake kjo? E po, s'ka letra për ty. E po, kush është kjo grua e bukur? Dukesh e mrekullueshme. Oh, je shumë e bukur. Oh, kam një letër për ty, një mbretëresh bukurie. Wow, faleminderit. Thjesht bëj kujdes me këmbët herën tjetër. Po shoh që të gjithë patën kohë të dekoronin oborret e tyre. Dhe është koha të dekoroni shtëpitë tuaja brenda. Wow, Mike, çfarë po bën? Do ta lyej shtëpinë time me të kaltër nga brenda. Super! Dhe do të vendosim një shtresë sfungjeri të kaltër në dysheme. Çfarë të bëj tjetër? Oh, po! Më duhet një rafë për të gjitha armët dhe lodrat e mia. Duken shkëlqyeshëm këtu. Super! Hagi Vagi, mbroj lodrat e mia. Tani më duhet të ngjit në mure një 2 diamante që I gjeta së fundmi në Minecraft. Tavolina e dinamitit. Perfekte. Dhe më duhet një vend për miun tim të ri shtëpiak. Po e quaj Jack. Do të bëjmë një zonë lojërash për vete. Super! Është shumë e bukur! Wow! Mike bëri një punë të shkëlqyer duke dekoruar dhomën e tij. Mendoj se duhet të bëj edhe unë diçka të tillë, burr në stilin tim. Së pari le të merremi me muret. Definitivisht më duhet pak më shumë roz këtu dhe manikyri im roz do të më ndihmojë me këtë. Mirë, çdo gjë duket fiks ashtu siç dëshiroja. Awesome! Super! Dhe tani një dyre roz dhe foto me të dashurin tim. Le ta bëjmë këtë. Oh, dukemi kaq të bukur bashk. Këtu do të përshtatet perfekt tavolina dhe dekori im I bukur. Oh, po, pak muzik nuk bën kur dëm. Do të kre flokët këtu dhe do të këndoj. Super! E mrekullueshme. Dhe ja ku është macja ime shtëpiake. Oh, je macja më e mrekullueshme në botë, të dua. A I kam bërë të gjithë dhomat e tyre dhe unë jo? Oh, kjo duhet të ndryshoj menjëherë. Më duhet I lyej muret me ngjyrën time të preferuar të verdhë. Dua një dhomë me diell që të jetë gjithmonë e ngrohtë dhe pozitive. Oh! Oh, shumë e bukur! Tani, vazhdoj më tej. Më duhet pak rër që të ndihem sikur jam në plazh. Oh, super! Dhe roska ime e vogël e bukur. Ti do të shkosh në mur.
Këtu është një raft i tërë me lodrat e mia të preferuara. Përshëndetje të gjithëve, ju dua të gjithëve. Dhe pastaj është një kënd ku mund të vizatoj dhe të luaj me ukulelen time. Dhe kjo foto do të dukej shkëlqyeshëm fiks këtu. Shikojeni këtë. Është një foto e imja me qenin tim Jerry. Jerry, thuaj ham ham? Ai është shumë i bukur. Këtu është vendi yt i vogël, shok. Jerry, a do një kock? Do një kock? Ja ku e ke. Djali mirë. Këto shtëpi are të mrekullueshme. Njerëz, shihemi shumë shpejt. Pafshim.